mund të thuhet se nuk ka ndodhur kjo kthesë. E qartë. Berisha, më lejo të bëj një pyetje tjetër, ku para pak kohësh kryeministri në detyrë Albin Kurti kishte përmendur se PDK-ja nuk është reformuar dhe se i ka 4-5 kryetar. A mund të lexohet kjo si një reflektim ndoshta mbi deklaratën e Kurtit të bërë muaj më parë? Kurti duhet me pa se si funksionon subjekti i tij, pra një subjekt i natyrës tipike të partive komuniste totalitare, ku gjithçka mbahet në kontroll përmes propagandës dhe diktatit të komiteteve, apo përpara ka qenë komitet qendror, pra një logjik tipike majtiste komuniste, dhe vjen nga dhe qëndron në një familje politike, është pjesë në një familje politike, ku graviton edhe Partia Socialiste Miloševićit, pra kur ulet ai në atë internacionalin socialiste që mbajnë vazhdimisht takime dhe i bashkëndojnë politikat, imagjino kur janë familje politike, nuk guxon ti me deviju prej politika globale të familjes politike, me Dačićin, trashëgimtarin Miloševićit. Prandaj kur ai aludonte në atë se dëgjova një ditë nuk e di në televizion dikush thoshte ka 4-5 kryetar, por këto janë terma absurde. Këto janë terma që tregojnë ignorancën, debillakun e tyre, sepse Partia Demokratike ka një kryetar dhe nuk mund të ketë 4-5 asnjë subjekt që s'lejojnë as standardet, as statuti, as rregullori, as ligjet, as praktikat e gjitha partive. Ideja e asaj, zotri Berisha, po besoj që po e kuptoni se nuk ka qenë 5 kryetar zyrtarisht, por janë 4-5 persona të cilët ndoshta marrin vendime në këtë kuptim ndoshta. Shumë me ndërhyrje me vend plumb. Është më mirë sot për mendimin tim, po i bëj shkurt. Më mirë me konsultu Hashim Thaqin Hag, nëse kjo mundësi ekziston dhe ndodh, që unë zbestoj si është ashtu, sepse dim rrethonat e burgut dhe di si funksionojnë mekanizmat të sigurisë. Kjo është term për të mbushur kokat dhe mobilizu këto kines të Facebookut të propagandë me zhvillu, sepse nuk ndodh, po edhe sikur të ndodh. Do supozojmë se është ashtu. Shumë është më ndershme me konsultu Hashim Thaqin e Kadri Veselin e besa shumë të tjerë se ata dy shqipe, po kur e thash para s'ka qenë sfidë. Janë arrestuar të dy, po Partia Demokratike është rikonsoliduar, ka provu të ecë përpara. Pse? Sepse edhe ata dy kur kanë qenë lider, njëri partisë, tjetri në pozita shtetërore, nuk kanë udhëheq vetëm, ka pas një ekip tërë që ka bëu politikat e partisë. Prandaj shumë më mirë mi konsultuar Hashim Thaqin e Kadri Veselin, se ky zotëria përmes veç një sekond. Përmes kësaj Mihajlovës, se kam kjo, Dejona, që konsulton miket e saja dhe të këtij në Agjencionin Informativ Ushtarak, zonën Kurti atje që është kushërirë e tij, atëfar Berishin, atëfar Hatixhen, që ai kishin ndaj emra pa lidhje, edhe atë zonën gruan e shefit të shërbimit informativ grek të ushtrisë, që kjo e ka mikë dhe kushërirë. Dhe për ku e kanë detyruar, shqipni tash në rezervat shtetit, kanë bërë vizita atje, edhe shefi AKI-s, edhe këta personalisht, vazhdimisht zoti Kurti qëndrën ato villat e shokut Tito dhe zoti Berisha, megjithatë prandaj shumë mos të marrin për shqetësim faktin që e konsultojnë Hashim Thaqin. Mirë bëjnë nëse mund. Pikërisht për këtë, meqense dhe i përmend Dekrer dhe se duhet të konsultohen ata. Beson që edhe Krasniqi është konsultuar apo ndoshta do ta kishin edhe ata të njëjtin mendim se ka nevojë të ketë një dorëheqje, ka nevojë për një riorganizim, ristrukturim të partisë? Nëse është konsultuar ka bërë mirë, por nuk besoj se kanë pas mundësi me bëni një konsult tillë. E di çfarë është një gabim që është bëjt gjatë kësaj periudhe. Sepse nuk është vendimi i momentit, i bie që këtë gjë edhe ka menduar gjatë dhe ndoshta edhe më herët edhe ka pasur mundësi ta bisedoj me direktin. Unë po përsëris do të isha shumë i lumtur nëse kanë arritur të konsultohen. Sepse ata janë njerëz që kanë historia e Partisë Demokratike është historia vetë Kosovës. Partia Demokratike ka udhëtuar vetëm me procesin politik të shtetit të Kosovës. Prandaj edhe për mua do të ishte shumë me vend nëse ka mundësi të bëhet konsulta. Një gabim është bërë gjatë leadershipit partijak. Janë shlejuar nga këto struktura të propagandës, të Kurtit dhe të tjerëve, demonizimi i personaliteteve që identifikohen me vetë historinë e Partisë Demokratike, por edhe me vetë rrugtimin e shtetit dhe historisë që ka kaluar. Këtu është bërë një gabim në hapa. Tani jemi në një fazë 3. Një fazë 3 politike ku me shumë reflektim do të kemi dhe do të shkojmë më shumë drejt bashkimit të bashkëndimit të fuqive tona dhe ideve për të pas një orientim qartë, strategjik dhe politik të vetë partisë. Ma e rëndësishme se emri i kryetarit është drejtimi që do të merr partia, pra drejtimi që duhet bazohet në 3 shtyllat kryesore, që është besueshmëria, që duhet të rikthyer brenda vendit dhe malatet, është përgatitje që do të kemi një program alternativ qartë
për proceset që jemi vesh duke rrjedhur dhe përgjegjësitë që do të marrim për rrugën e shtetit dhe vlerave të shtetit. Pra, ne duhet të rikthejmë tek qytetarët dhe të gjithë aleatët, domethënë SHBA në veçanti, besimin se PDK është sërish dhe po mbetet dhe po lexohet që 5-6 vite pushtet. Alternativa më serioze për qeverisje. Jo vetëm pse ka histori, siç e thash, apo ka njerëz përgatitur, por ka edhe vizion modern dhe ka një përvojë për të udhëhequr me shtetin. Kështu që unë mendoj se tani duhet hapet më shumë, ta forcojmë atë debatin e brendshëm që kemi pas gjithmonë si virtyt i demokracisë, të afrojmë gjeneratën e re të ekspertëve dhe të freskojmë energjitë politike, por edhe ide dhe standardet të reja për udhëheqje sepse As kanë qenë këto të mundura, zotëri Berisha, tema mesjetare. As kanë qenë këto të mundura edhe me Memli Krasniqin si kryetar? Kanë qenë të mundura